Falenderimet, lavdrimet i takojnë Allahu Gjelle Gjelaluhu. Salatet dhe selamet, duat tona më të ngrota dhe më të sinqerta shkojnë për dashurin Allahu dhe dashurin ton. Vullën e gjithë pejgamberëve, Muhammedin të birin Abdullahut, mbi Ali Bejtin, familjen e tij të pastërt, mbi sahabët, shokët e tij të ndershëm dhe mbi gjithë pasuesit e fjalës së Zotit gjithësisë dhe sunnetit të pastërt Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër të pranishëm, ne si musliman besojmë se çdo send që ndodh në gjithësi, që ndodh në jetën tonë dhe në botën tonë, ndodh me caktimin e Allahut Teala. Asnjë grimc e vogël edhe e pluhurit qoftë nuk lëviz pa caktim para prag të Allahut Teala. Është Allahu Azza wa Jall që me dijen e vet i ka parapri gjërave të cilat do të na ndodhin. Dhe çdo e mirë që na godet, çdo e keqe që na godet, është prej Allahut Teala. Khairihi wa sharrihi min Allah Teala. Pre kushteve të imanit është të besoj se hajri dhe sherri çdo send vije pranës Allahu Teala dhe ka qenë me caktimin e Allahut Teala. Te me veçantë është nëse vjen një e keqe se kush i ka parapri kësaj të keqe, por ka qenë me caktimin e Allahut që ty me të godit kjo e keqe, ashtu siç i thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibn Abbasit, djalit migjes vet, komentatorit më të madh të Kuranit, kur i thot, o djalosh, nëse të ka godit një e mirë, mu qu kret njerëzia me ta hek atë mirë, nuk kanë mundësi me ta hek, dhe nëse ka pas me të godit një e keqe, mu qu tër njerëzia me ta hek atë keqe, s'kan pas mundësi me ta largu dhe me ta hek ty atë keqe cila ka pas me të godit. Dhe nuk është jeta jonë gjithnjë vetëm gëzime dhe rahati. Me po kohë pas kohë, Allahu Teala na sprovon me sprova të ndryshme, qoftë me smuje, qoftë me frikë, qoftë me paksim të pasurisë, qoftë ndonjëherë edhe me dhënie të pasurisë, të gjitha këto për sprovu robrit e vet, sikur që thot në surën Bakara, thot Allahu Teala, o ju që keni besu, thot وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Neve do t'ju sprovojmë juve me frikë. Na sprovoi Allahu Teala me frikë para luftës dhe gjatë luftës. وَالْجُوعِ do t'ju sprovojmë me uri. وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ dhe me zvoglim të pasurive tuaja. Allahu Teala të gjithëve, shumica prej neve e kem sprovu ose mos pasjen në kronike të përhershme, ose në herë momentet e veçanta e kemi sprovu dhe e kem provu se çfarë do të thotë të mos kesh. Edhe nëse ke qenë i familjes së pasur, ke qenë zëns, ke qenë student, ke qenë i martuar, dhe në herë ke pas dëshirë me marrë një send, e ke provu se çka do të thotë mos me pas mundësinë me ble një send që ti ke pas nevojë për ta, apo ke pas dëshirë për ta marrë. E mos flas për fukarat që Allahu Teala i ka sprovu duke mos pas mundësi edhe me i siguru ndoshta edhe gjërat elementare të jetesës, sikur që është milli, ushqimi i tyne, drunt për dimën, apo edhe ilaçet për sëmundjet e tyne. Allah e na ruaj për fukarallëkit, ne edhe gjithë musliman dhe njerëzit përgjithësi. Mirë po thot Allahu Teala, ju sprovojmë juve edhe me paksim pasurisë. Ke pas të hubin parën, ke pas shtëpi që kanë shtëpia, ose digjet, ose çkatrot, ose termeti, ke pas biznisin, falimenton edhe biznesi yt, ke pas diçka në dorë dhe Allahu Teala të ka sprovu dhe ti ka marrë, dhe këto janë sprovë për anës Allahu Teala. Me po do të flas pak kur është në dëshkim një goditje prej Zotit dhe kur konsiderohet që është sprovë. Kur me e ditë që është në dëshkim dhe kur me e ditë që është sprovë. وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, në herë ju sprovojmë edhe me marrje të dashurve tuaj, thot Allahu Teala. Në herë u marrim edhe begatit e juja, të mira që ju kam dhënë. Ta merr në herë evladin,
ta merr prindin e dashur, ta merr gruan, ta merr burrin, ta merr hoxhën, ta merr vllaun tënd, motrën tënde, ta merr një shok të ngushtë, dhe ne për çdo herë gjatë jetës tonë sprovohemi në mënyra të ndryshme. Me po jo çdo herë sprova ndodh me të keqe. Ka mundësi që njerëzit të sprovohen edhe me të mirë. Thot Allahu Teala: "Wa nabluukum bil khairi wash sharr." Na herë ju sprovojmë juve me hajër edhe me sharr. Ka filluar me hajrin. Na herë Allahu të sprovon me pasuni, të sprovon me bukuri, të sprovon me logjik të fortë, me memorie të fortë, të sprovon me fuqinë trupore që e ke. Donë Allahu me të patë, sprovon na herë me pushtetin që ta jep. Donë Allahu Teala me të provu ti, nëse kime pas këtë mirë, çfarë kime bën me këtë mirë që ta ka dhënë Allahu Teala? Se thot surat Ankabut, ajeti i parë, 2 dhe 3. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Pastaj thot Allahu Teala: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Thot Allahu Teala mendon njerëz se kanë me thonë na I besum Allah, e ne s'kemi sprovu ata. A mos mendon njerëzit me e quajt veten musliman, edhe për momentin kur ta quajnë veten musliman, Allahu nuk ka më isprovua. Jo do të na sprovojë Allahu Teala. Bile përkundrazi sprovat janë më të mëdha me forcën e besimit. Sa të jetë imani më I fortë, çat sprovat janë më të forta, thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu kur e don njëri ose një popull, atëherë ja shton sprovat. Në mënyrë që nëpërmjet sprovave, nëpërmjet tyne provimeve ti pastroje prej mëkateve. Se çdo sprovë dërguar për anës Allahu Teala, e keqe qoftë apo e mirë, është pastrim prej mëkateve tona, nëse jemi të durueshëm dhe e dim që na ka ardhur për të madhit Allah. Të ka thënë Zoti fukarallëk, dhe ti nuk shkon me marr kredi të bankës, nuk shkon me vjedh, nuk merr rishfet, por ti e I durueshëm këtë sprovë, Allahu Teala të pastron dhe të ngrit në shkallët e veta në ditë gjykimit, në shkallët e xhennetit. Të pastron për mëkat. Nëse Allahu Teala të ka dhënë bukuri, ka mundësi me provu femrën, a do t'i zbulojë avretet e saj. Dhe subhanallahu, shumicën e rasteve femrat më të bukura që janë më të palumturat në jetën e tyre. Pse Zoti ka bë fizionominë e bukur të saj nga jashtë, është mashtru dhe ka ra prej e ujgjve të nderit të saj, të avreteve të saja, dhe është bë loj ndurt e mashqive sa prej këtyne femnave. Merë në shembullin e të njohshmës Hollywoodit, Marilyn Monroe, që në fund të dasht me kalu jetën e saj dhe me mbyt vetën e vetë për shkak se ishte e pakënaqshme me jetën e saj. Merë një shembull tash këtyne kongtarëve që po e vrasin vetin me mbidoza të drogave, të cilat janë të pakënaqshme me jetën e tyre, edhe pse I kishin parat, edhe pse I kishin famën, edhe pse I kishin çdo sa në jetën e tyre, megjithatë ishin të pakënaqura me jetën e tyre. Ran prej e sprovës së zërit, ran prej e sprovës pasunisë, ran prej e sprovës së bukurisë që e kishin, dhe në fund u detyruan me I dhënë fund jetës së tyre dhe mu gjetë të vetmuar në përdhoma të hotelit apo në vende të ndryshme, duke I dhënë fund jetës së tyre të pakuptimt. Është shumë me rëndësi njëri mos me ra sprovë, mos me ra prej e sprovave të Allahut Teala. Të ka bë të bukur, ruje këtë bukuri për halalin tënd. Të ka bë frajer, nuk je ma frajer se Jusufi a.s. dhe ma bukurosh se Jusufi a.s. I cili I tha: inni akhafu Allaha rabbal alamin, unë I friksohem Allahut Zotit të botrave. Të ka dhënë pasuni, nuk të ka dhënë pasuni dhe fuqi dhe pushtet ma shumë se sa Ejubit a.s. apo në pushtet Sulemanit
alayhis salam. Por që të gjithë e adhuronin Allahun dhe nuk u mashtruan me këto të mira që Allahu Teala u dha. Të ka dhënë Zot të bukur, mos e shfrytëzon hidhrimin e Allahut me këndu këngë me muzikë me umar, prandaj bëjmë thirrje të gjithë atyre këngëtarëve, të cilat janë sprovuar me zonin e tyre dhe merren me muzikë, u bëjmë thirrje, keni frikë Allahun dhe kthehuni Zotit tuaj në mënyrë që Allahu t'u afalet kalumën tuaj dhe që ta kaloni me lehtësi këtë sprovë që jeni sprovu me zonin e juaj. Nëse të zhdon zoni i bukur, nuk të zhdon më i bukur se i Daudit alayhis salam, që kur lexonte Zeburin, librin Allahu Teala që ishte shpall atij, këndonin edhe malet, edhe fushat, edhe lumejt, edhe zogjt, shtazët dhe shpezët, edhe birbyrat, të gjitha ndalonin për dëgju za i cili kur nuk kishte dalë si përfaqet tokës më i bukur se zoni i Daudit alayhis salam, por ai këtë za e shfrytëzonte në leximin dhe madhrimin e ajeteve të Allahut Teala, në leximin e Zeburit. Andaj nëse ty të është dhënë një za i bukur, mos gabo më marr me atë që i dhënon Allahun Teala me muzikë, por merru me leximin e fjalëve të Allahut Teala, me Kur'anin famlar, me fjalët e Zotit tënd, se ky Kur'an do të merret ty për dorë dhe do të ngritet në shkallët e xhenetit në ditën e gjykimit. Prandaj po them sprovat janë më të ndryshme. Andaj Allah i tha, mendu të thoni besum Allah, ne s'kemi ju sprovu juve. I kem sprovu, thotë, edhe ata të cilët ishin para juve, që të vërtetojmë kush janë të sinqertit dhe kush do të jenë rëncanat, gënjeshtarët. E najherë sprova mundet me na godit me tërmet, najherë me thatësi, najherë me smuje, najherë me marrje të dashurve tonë. E sprova që ndodhi këtë javën e kalume ishte sprova vëllezërve tonë në Gorë, në fshatin Restelic, që t'i godase një ortek i madh i borës, i gjatësisë diku 500 metra dhe me naltësi mbi 10 metra dhe t'i mshoje disa shtëpive, e në mesin e këtyre shtëpive edhe të fiken gati 2 familje të tëra, të cilat kishin ardhur për pushim në Kosovë dhe e gjejnë vdekjen në tokën e tyre. Thotë Allahu Teala në Kur'an, nuk e din shpirtin cilën tokë ka me vdek. As njani prej neve nuk e dim se ku e kemi vdekjen dhe ku na pret Azraili, meleku i vdekjes. Na e herë ka mundësit na prete në fund të ujit, më përmbytemi në ujë, na e herë na prete në fund të borës, na e herë na pret në tokë, përmi tokë, na e herë na pret nalt në qiell me aeroplan, na herën në automobil, na herën në tren, mirë po, vdekja do t'i godasit të gjithë njerëzit herët apo vonë, por lumë ata që shkojnë me iman besim në Zotin e tyne dhe dalin për kësaj bote me njohjen e Allahut Azza wa Jalla dhe me punë që kanë bërë për hir ti. E lusim Allahun Teala, inshallah t'i ketë mëshiru këta që i ka marrë afër vetit, ja Rab. Allahu inshallah i ka pranu si shahid. Për arsye se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë, ata të cilët vdesin në ngërmadhat, ata janë shahid. Ata të cilët vdesin për mbytje të ujit janë shahid. Nënat që vdesin gjatë lindjes janë shahide. Njerëzit që vdesin prej kafshimit të gjarprit, akrepit, janë shahida inshallah te Allahu Teala. E këta pasi që na kanë vdek për fatkeqësisë natyrore, lutim Allahu Teala t'i ketë pranu inshallah si shahid pran vetës. Ndërsa voglushën tonë, e cila ka mbet gjallë, Allahu e rrit në frymën më të mirë islame dhe i dhasht inshallah mëshirë të udhëzimit dhe u bëv për besimtarëve të devotshëm e Rab. Po ashtu shfrytëzojmë rastin t'i falenderojmë gjithë fshatarët e Restericës të cilët kanë marrë pjesë në aksionin e shpëtimit, kanë marrë pjesë në nxjerrjen e atyre xhenazeve, po ashtu forcat tona të sigurisë Kosovës dhe policinë e Kosovës. Dhe pa kur far dyshimi, falenderimi veçantë edhe për hoxhën Shaban Haxhiu, hoxhën e fshatit Restelic, i cili i priu këtij aksionit dhe me lejen Allahu Teala deshti që të jetë edhe sebeb që të shpëtojë kjo vajzë e vogël. Allahu inshallah e ruan atan edhe gjithë ata musliman i shpërblen që kanë marrë pjesë në këtë punë. Nuk është e lehtë për njerëzit të humbin të dashurit e vet.
Mirë po, sot jam këtune që të flasë disa gjana në lidhje me atë se çfarë mësime duhet të nxjerrë një musliman prej fatkeqësive, prej sprovave. Çfarë mësime duhet të marrë? Ndodhi një ndodhi e ne çfarë duhet bë në këtë ndodhi? Para së gjithash duhet ditë se njerëzit kur i godet një fatkeqësi ndahen 3 grupe. Në një njerëz të cilët janë paknaqur me kaderin, caktimin e Allahut Teala dhe din me bë kufër dhe me sha kaderin e Allahut Teala. Dhe me i thonë Zotit, o Zot, po ku më gjete bash mu mes 10 milion shqiptarëve mu me ma marr evladin. Po ku më gjete bash mu me ma prish shtëpinë. Po ku më gjete non stop e kemi veten si epicentër të intereseve tona, të egove tona, tjerëve bën me pa mu, nuk bën me mgodit dhe me goj veprime, me mimikat tëna të regojnë pak knatësi me kaderin, caktimin Allah Teala, këta e njerëzit më të këqij. Çka do që të godet? Muslimani do të me thonë, sikur që thotë Allah Teala, u bashiri sabirin, përgëzoni sabërlit, ata të cilët kanë qenë të durueshëm, alladhina idha asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ata të cilët kur i godet ndonjë keqe thojnë te Allahu të jemi dhe tek ai do të rikthehemi. Çka do që ki vëlla jam, është borxh i dhënën prej Zotit tënd. Pasunia jote është borxh për Allahut. Prandaj ti nëse se jep zakatin ta din se e ke ngarku veten tënde. Evladën që ta ka dhënë është borxhi Allahu Teala. Se ka shumë prind që Zoti s'u ka dhënë evlad hiç. Dhe Allah të ka sprovuar dhe me evladin që ta ka dhënë. Dhe të ka kqyr çysh ki me eduku. Sot djali yt, çika jot, nëse s'fal namaz, vallahi ta din nëse si ke eduku, tu qenë vegjël para se me hyn bylyk, se u ke mësu namazin, se u ke mësu surat e Kur'anit me fal namaz, se u ke mësu dinin, ta din se ki me dhënë përgjegjësi të Allahu Teala. Se e sprovu, kjo është emaneti Allahu Teala. Të është dhënë emanetin në dur. Merre djali, merre çikën. Dhe çika jote hec si lavire në përsokaqe. Djali yt hec si laper në përsokaqe, nuk vjen më fal namaz, nuk fal xhuma, ta din se përgjegjësinë ki me dhënë para Allahut Azza wa Jall. Andaj çdo sprov që të vije ta dim se është prej anës Allahut Teala. Dhe njerëzit më të këqij janë ata të cilët kur ju mirret ky emanet i Allahut Teala tregojnë papajtueshmëri, edhe tu e ditë hadithin e Resulullah sallallahu alaihi wasallam që ka thonë Allah kur ja merr dikujt evladin, loçkën e zemrës së vet, atëherë ju thot malaqeve si e priti robi im këtë punë, thojnë fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Çka Allah do të më thonë kur të godet një fatkeqësi? Ne jemi të Allahut dhe taj do të rikthehemi. Çka do që të godet? Ke hup pare, ke hup në biznis, të ka rrok një smuje, ke hup njerin, vdekje, çka do që të godet? Një keqe thuj inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ne jemi të Allahut dhe taj do të rikthehemi. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran min. Që do thot o Zot më shpërblen këtë fatkeqësi që më ke dërgu, por pas kësaj më bën një të mirë që të më godasë. Kjo duaja që në ka mësu pejgamberi alayhis salam, që duhet me e thonë njëri kur të goditet me fatkeqësi. Dhe goditja e parë, sabri duhet me u bën goditjen e parë, momentet e para kur ta merr haberin duhet me bë sabër. Se mas 2-3 ditë që ka vdek, janë tha lotet, është shtjerë zoni prej bërtimave vajt, sidomos për gratë këto vlen. Mas 2-3 dite, jo së zoni o lodh, jena pajtu mo. Se si ka me zonë, se një fillim, ku non vrej, lele, tu bërtite, tu janë gjenë nonës e babëse, tu i kalzua së në mrinë e benusën bre, asja ke pa frizurën që e ka bo bre non bre. Djalit së një pa diplomën, së në martove djalin, së në kryti shkollën të u konë gjallë, së në të aboni qefin, së në prite djalin me ta prej gyrbetit, ka pas me ta për vit 3, me pi bashk. A kësi sendet njehme që ja bëjnë prindve Allah i në rujt. është kry meselë.
Mas 2-3 ditë, zoni, valla po bëjmë saba, qa kena me bo, mos unë e këthejmë. Jo, inna me sabru, fi sadmatil ula, ka tha pejgamberi selam, durimi është në goditjen e parë. E merr haberin, ndodhe keqa, që aty kallëzohet imani dhe forca e besimit që ti me qëndru, me qeni palohaç. Grupi i dytë të njerëzve, ky ke grupi i parë që e presin shumë keq fatkeqësinë. Grupi i dytë të njerëzve, kush janë njerëzit të cilët e presin mirë, nuk hidhërohen në fatkeqësinë që Allahu Teala u ka dërgu dhe janë të durueshëm. Janë durueshëm. Dhe e din që s'ka pas mundësi me anashkalu kjo fatkeqësi e cila i ka godit, si ju tha Resulullah s.a.s. ibn Abbas dhe umetit ti, nëse Allahu ka pas me ta dërgu një të keqe, s'ka pas mundësi me të largu. Nëse ka pas me ndodh orteku i borës, nuk ka pas mundësi me u largu aj ortek, përveç se me caktimin e Allahut Teala. Allahu në atë forme ka parapat që ata njerëz duhet me dhënë shpirt, inshallah kanë shku si shahid, mirë po duhet dhënë shpërblim këtyre njerëzve të cilët kanë marrë pjesë shpëtimin e kësaj vogluçe. Prandaj propozim kam që të shpallet qytetar i vitit Hoxha i Katundit Restelic dhe të shpërblehet si hero në punën që e ka bë. Mas orës 8 e diçka në mëngjes me ndodh fatkeqësia, e me e gjetë në mbrëmje mas 8-9 orëve gjallë, kjo veç ka qenë mrekullia e Allahut Teala. Para menoni në ngërmath të shtëpisë, mbi 10 metra borë, të humb oksigjeni, errësirë e madhe dhe Allahu po i çon me laçet për me rujt ende si ka ardhur vdekja dhe duhet me jetu voglushja e tij. Kjo është kaderi i Allahut Teala. Andaj edhe duhet dhënë meritat aty në njerëzve që janë bërë sebeb me lejen Allahu Teala me nxjerr të gjallë një fëmijë. Dhe kjo është edhe një mësim për tjerët. Mos pritni non-stop tjetër kush me u pastru rrugët. Bjerë borë, kush nuk del me pastru rrugë. Po më kujtohet shembulli një mbretit i cili kishte lënë në rrugë një gur të madh dhe kishte bllokuar rrugën. Kalon një prej pasanikëve të atij vendit dhe kur e sheh gurin e madh, thot kush ai budall që e ka qit këtë gur, thot do të më shku me lajmëru, thot te pushteti. Vjen i dyti, po ashtu një intelektual, edhe e shkon mu anku. Vin do të ri, edhe ata në tu shoh, he nono, kush e ka qit, kush e ka bo, të ri zakonisht kanë marak mu shoh ma shumë, edhe shkojnë, edhe ata e lajmërojnë. Kur vjen njëri që ishte në gjendje më të dobët materiale, më i ngratë, ai i qet do gur, edhe fillon me marr, edhe me u mundu me e tërhek, me e hek gurin. E shohin të tjertë mundin e këti, i vin edhe ata me i një mund. 1, 2, 3, edhe e hekin gurin e madh, e lirojnë rrugën. E pastaj e lexon një letër nërgur. Letër e cila thot prej mbretit të këtij vendit, filanit, për atë i cili ka hek këtë gur, qele nër tokë, e ki një sandëk të mbushur me ari, si shpërblim që jo çdo problem keni ardhur mu anku te ne, po e ke hek vetë problemin prej rrugës. Dhe e shpërblim këtë formë, pak për të dhënë mësim, kjo është një tregim e cila ka mësim të mirë për tjerë. Jo çdo send të presim prej tjetër kuj me na hek. Të ngritemi edhe vetë të pastrojmë rrugët tonë. Ka thënë pejgamberi alayhis salam, imani është gjatë e kusur dek, hadith 70 e kusur dek. Më e larta pjesë, dega më e lartë është la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. Dhe sa prej imanit është imatatul adha anit tariq, me largu ajo që është pengesë për muslimanët prej rrugës. Me i hek pengesat prej rrugëve. Çka do që tjetë, shishe, gur, bor, apo diçka tjetër, largo dhe mos e bën pengesë në rrugë për të tjerët. Për arsye se çdo pengesë e jona që vihemi në pengesë për tjerët është prej mëkateve tek Allahu azza wa jall. Dhe grupi i tretë, i cili gëzohet nëse goditet me një fatkeqësi, që është grup shumë i rrallë, që nëse e godet një fatkeqësi, thot pejgamberi alayhis salam, çudi është me çështjen e besimtarit,
Ai gjithë një e ka mirë. Kur e godet një e mirë, falenderon Allahun dhe është mirë. Kur e godet një e keqe, bën sabër dhe e din që i ka për Allahu dhe përsëri është mirë. Besimtari sinqert e din se nëse më ka godit që kjo e keqe, unë e kam shpërblimin tek Allahu Teala. Dhe ky është grupi që ka imanin më të fortë. Në vend se të bërtete, në vend se të tregoje pa kënaqësi me gojen dhe veprat e tij ndaj caktimit të Allahut Teala, ky tregon kënaqësi dhe thot alhamdulillah, falënderimi i takon Allahut për çdo send të mirë. Nësa kur të godet e keqe atu alhamdulillahi ala kulli hal, falënderimi i takon Allahut për çdo gjendje në të cilën neve gjendemi. Prandaj është shumë rëndësi kur të godet një e keqe, që të jesh i bidëm se kjo ka qenë prej Allahut Teala dhe atij mbështetju. Po ashtu mundohu me përmirësu veten tënde, me ndru veten tënde dhe mundohu me i respektu më mirë se sa që ke qenë më herët urdhat e Allahut Teala. Nuk ka e keqe, thot Allahu Teala, që ju godet juve të nderuar vëllezër musliman, përveç se ka qenë prej punëve tonë. Thot Allahu Teala: "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir", surat Shura ajeti 30. Çfarë e keqe që ju ka godit, ka qenë prej juve, prej punëve t'juja. Kur me e ditë kur është fatkeqësi, kur është sprovë që e ceka në fillim. Ka thënë Ibn Qayyim el-Jauzi dhe dietar tjerë, shiqon njërin dhe jetën e tij. Nëse e kanë haram, nëse e kalon jetën pa namaz, pa shami, pa zeqat, pa agjerim, pin alkohol, rren, mashtron, prek kamat, lojnat e ndryshme në bastorët e ndryshme, dhe e ka godit një keqe, kjo ka qenë dënim për Allahu Teala për këtë person. Por nëse ka qenë besimtar i mirë, fal namaz, agjeron, është i mirë me tjere, dhe e ka godit një keqe, kjo për këto është sprov. Allahu është të e sprovu, të e pastru për gjunahave dhe të dasht me ngrit në shkallë afër vetës. Nëse ke qenë pa namaz, ka godit një keqe, ta din se Zoti është të dënu. Dhe jotja është me u kthy Allahut Teala. Ne jemi të jetu në një vend, në një shoqëri e cila për fat të keq, me keqardhë po e them, reklamën që e bën për fatësimin e Kosovës në arenë ndërkombëtare, sikur që e pa para disa dite, e bën me atë shenjë e cila me 17 shkurt të 2008-ës, kur u shpall pavarësia e Kosovës, ishte si sinonimi pavarësisë, newborn, i lindur, e rishtazi, tash i lindur, i posa lindur, newborn, i posa lindur. Çfarë bën në reklam? Që e pagujtë 1 milion euro për më u shfaq disa sekonda në televizionin CNN. Çfarë kanë bë? Ku o bëja? E kanë hek pjesën e poshtme, e kanë bë këtë me ngjyra të verdha, e kanë shkruar new porn. Pornografi e re në Kosovë. Dhe i fyn gratë e Kosovës, të i qujt kurva dhe rospia. Na reklaman para dynjas, hajden e kini vendin për mu rospilat, mazi se Ukrajina, Moldavia, Rumonia, vendet tjera. Këtu i kini rospijat, qikat e juja, gratë e juja, paraqiten në reklamën e pagume prej taksave të qytetarëve, në emën qeverisë Kosovës, paraqitet në dynja new porn, pornografi. Është kriju një shtet për mu asish. Është kriju një shtet që nuk o që di nëse vjen industria pornografike tash në Kosovë mas kësaj reklame edhe lypin investime, se janë të lypin investime. Reklam thot që ka me nxit investimet nga jashtë, që tash kur të edvin këtat pornografisë. Bjeni qikat e juja. Hagjelar, ku i kini qikat? Bjeni këtu. Hajde shqiptar, bjeni, se zate rruga në u ka bo pornografi. Kafat në e shëndrun pornografi. Shkën njëri, hasret, me gjetë, një kafe që i ka katë 2 kafe. Hypen katë 2 film, jo film, po mës vetë që ka kime pa. Ta mam që shë reklama qeverisë Kosovës, new porn.
pornografi. Dhe këto paguhen prej taksave të qytetarëve. Paguhen prej taksave të rrymës xhamis. Për arsye se kur paguaj rrymën për xhami, që xhamatit 5 pare s'jep për rrymën, vjen rrin, si të nert njërë të më hoq, s'ka benzemi, kur kush nuk qyr me arë me thonë, ka dalë se dojmë me ba një aksion. Hoxha, ti më lidh pare. Më lidh një pare, hajdeni, nxejoni, bëni, për arsye se këtë ftofja në për xhami është për shkak xhamatit të ftoft. Kur xhamati ftoft, mrdhihen. Biznismenat tonë janë bërllog biznismenat, që kanë pare për rrospia, kanë pare për kazino, kanë pare për diskoteka, kanë pare për depna, me shku mi zgjedh cilin det janë rusinkat më të mira në për Antalya, në cilin hotel, po s'kanë pare. Stafrot, asë një biznismen me thonë, hoq, a ka mundësi, one, me i dhonë 100 euro, 200 euro për rrym, a bën? Unë e për kalëzaj që qështu s'ka, s'po vjen asë një me pyt. Jena mësu, lam. Merë po kush nuk vjen. Por a që po du me ndalidh, përveç kësaj që jemi shumë të dobat si musliman, a që po du me ndalidh, kjo rrym që paguhet. Në kohët shkautet, gjatë kohës titës e non-stop, xhamiet e kanë pas statusin e anvisërisë në pagesë të rrymës. Në kohën që tash shqiptarve e kanë qitë xhamin në statusin e fabrikës dhe dyqanit biznisit. Tash pagun rrymën se konë më konë biznis. Duke ju falenderu atyne të cilët bëjnë reklama pornografike. E gjetëshim për Allah Ta'ala. Gjdo rendim që ja bëjnë muslimanve, Allahu u paguft shumë fishin në dynjë dhe në ahiret të gjitha aty në armiqve të islamit dhe muslimanve. Turp, gjesa më në tjera objekte fetare lirohen tërsisht për rrymës, të ne le lirimin, edhe pse qeveria para kësaj qeverie të bërlogut, pa dash qeveria para këtyne që ke menu se ata janë bërlog, po në këtë aspekt kanë që më të misë bërlogë i tanishëm, e pa të nënon propozimin që objekte fetare të lirohen prej rrymës. Po kur erë qeveria e tanishme, tha jo, mërë që pa të liru me duplo mja ushtu, 40% kanë shtrejtu rrymën për xhamia. Pse shtëpia e Zotit dënohet pra armiqve të Zotit? Deri sa Zoti ka me i kap mi dënu në dynja në ahiret, inshallah. Se janë musliman bërlog, musliman tonë janë bërlog. Njerëz që totalisht janë pa interesuar për jetën e tyre fetare. Shko e ADP-a, shko xhami, dhe për xhami, shko për xhamis. Smërzitën. Xhamin, shumica e popullit e ka me qit letrat e xhenazës, dank me të shtyp drunat, me të prish drunat, edhe kur kush vjen më me ta paguat drun. Tagak. Do ma si, din, kur mos një hekti ato baskiet e saj. Vend reklam xhamin e kanë bërë reklam të vdekmive. Derën e xhamis, që s'vjen me pa, kur e ka bë si pano reklam. Çdo reklam paguhet, dyrt e xhamiave janë pano reklam xhenazëve. I qesin në që thënë të në bander, përveç bander edhe në dyrt e xhamiave. Prandaj Allahu Ta'ala thot që ka doj keqe që ju godet është për juve. Mos e shani Zotin mos në. Që ka që juve ju bën për dinin e Zotit, për shtëpiat e Zotit, që ka që mërziteni ju për gjendjen e juaj. Dhe përsëri kur vin zgjedhjet e reja, pep keni me zgjedh ata që u kanë bë pornografin, që u kanë bë gratë kurva, qikat kurva, nonat kurva, që kanë bë shoqënit kurvave, trospijave. Edhe pet ka më qu dikush me thonë hoq, shumë rad po fol. Ke prish dersin. Që kjo realitet. 1 milion euro me fotografi që po lexoj, të cilat janë marrë hazër, jo e përgatitur. Edhe kur kush nuk e merr përgjegjësi dhe kërkojmë përgjegjësi publike, që të mirën masën ndaj atyre që i kanë ul dinitetin e femrave kosovare, që i kanë paraqit të pamoralshme moralin e nonave tona dhe bijave tona. Kjo është skandal i klasit të parë. Edhe nëse është përmisu, edhe nëse përmisohet, skandalin që e kanë bë, duhet me dhonë
përgjegjësi, në emër të dash me ndreq imazh, ti përshkon edhe po prish imazh të Kosovës, të paraqit rrejshëm që është ekonomi në ngritje kur njerëz s'kan më hongër edhe me pi. Edhe po rren hala. Populli i yt po të sheh se ti po rren duke ju thonë se i keni punë të ma mirë edhe jeni të shku tu bo gjendjen më mirë. Prandaj fatkeqësitë e mësim që është duhet me ditë se është e dobishme për tauhidin, për besimin tonë. Për arsye se në këtë formë e shohim veten se sa të dopt jemi. Rritë mendën sa të dën, me për kur vjen caktimi Allahut, suni del kush përpara vendimit të Allahut Taala. Gjithë ajo teknologji ishte në Japoni, kur i erdhi uji, suni dul kush ujit përpara. Mos harroni për çdo mëngjes detrat, kodrat dhe toka kërkojnë për Allahut leje që t'i mbysin gjunahçarët që janë sipërfaqe tokës. Deti thot më lejo Allah ti përmbys ata. E keni pasi ngritej deti në Japoni. Si tamli kur të vlon. Zbajka bu. Veç që ashtu ngrit niveli, edhe vinte e merte një qytet të tërë. Nuk bënte si kur me dalga me prit val, mu qu dhe me al, me hangër valt. Jo, veç ngritej niveli, edhe vinte e merte një vend banim, me urdhën të Allahut. Se atë sabah ishte zgju dhe kishte kërku për Allahut, Allah ja dit ja dha atë leje. Mere dhe haj këta njerëz të cilët hajnë njerëz. Për fat keq që jem habit, në Japoni ishte e ligjshme me hangër fetusa të fëmijëve dhe paguaj $1,000, një fëmijë të abortuar me shku në spital me e ble dhe me e hangër, supa e bësh. Allahu Teala dënon këtë formë. Hani njerëz, atëherë edhe deti ju han. Na herë po shohim kodrat që shpohan njerëz. Pelen Allahu Teala rëzohu për mi këta edhe për Zot. Po e merr një katun të tërë. Na herë tokat përbi. Që thënë të netë lëshof toka. Dhe Allahut për çdo ditë këto i lypin mja bo dënime njerëz. Prandaj sprovat janë për ne me forcu imanin. Me e ditë se i pas ka dikush në dorë këto sende me ta mërdhin, për një moment me ta qu borën me ta bo 2 metër, për një moment me ta rëzu temperaturën -20 e kusur me ta bo, i pas ka tjetër kush në dorë këto mesele. Dhe këto janë si isharete, shaja për me ta tërhek vreten, e janë vete, o musliman, kthehu Zotit tënd nëse dën me çpatu. Thot Allahu Teala surat Sejdë, ajeti 21, vërtet ne do të bëjmë që ata të shëjnë dëshkimin e afërt të kësaj jete para dërimit të madh në ahiret me qëllim që ata të kthehen. Allah i çon në herën dëshkim të vogël me qëllim që mu kthehuni. S'marrim vesh përsëri vazhdojmë me mos falet e namazit, me mos mbules të avreteve tona, të motrave tona, e vazhdojmë jetën sikur që e vazhdojmë. Po ashtu sprovat paraqesin edhe realitetin e kësaj jete që është e shkurt shumë dhe se çdo kënaqësi zgjat shumë shkurt në këtë jetë. Thot Allahu Teala, kjo jetë e kësaj bote s'është përveç se qef edhe lojë. Vërtet vendi i ahiretit është jeta një mend. Vetëm sikur ta dini njerëzit, sot Al-Ankabut ajeti 64. Sikur ta kishit ditë, thot Allahu Teala, që dynjaja në cilën jeni të jetu është loj, është hajgare. Jeta vërtet është në dynja. Po doni ven kini në dynja, lumë të venës e cila nuk mpin. Po doni femna kini në dynja hyri, të cilat nuk krahasot bukuria atyne me bukurin tonë. Veç një gisht me pasqit, hyria në këtë dynja kishte shkatru drita e saj këtë botë. Po do një ushqim, kur gjës është ushqimi këtu, çfarë është duke ju prit në të dynja. Ku edhe trungjet e lisave dhe pemëve janë të arit, ku tullat e shtëpive janë të arit dhe të argjendit, ku gotat janë arit dhe argjend. Gurzit më të çmueshëm, ku teshat janë të mëndafshit. Mirë po, thot Allahu Teala, sikur ta kishit ditë për çka jeni të e hupa ahiret.
ju që s'po falni namaz, ju motra që s'po mbuloheni, ju që po preknin kamat, ju që s'po jepni zeqat dhe s'po shkoni në hax, ju që po shkilnin muajin e agjerimit dhe po hani dhe po pini, nuk po agjeroni. Allahu për thot sikur ta kishit ditë se çka jeni të bon në një botë që është hajga. Botë e sprovave. Botë që ke ardhur me kallëzu vetin që po don ahiretin dhe botën e përhershme. Sprovat janë për me na kallëzu që kur mos u gëzot tejmase dhe kur mos u dëshprot tejmase, se çdo send është me caktimin e Allahut Teala. Thot Allahu Teala surat Al-Hadid ajeti 22 dhe 23. Nuk bie asnjë fatkesi mbi tokë apo mbi ju përveç se të jetë shkruar në librin e Lauhi Mahfudhit. Është një pllak që çdo send që ka më ndodh është e shkruar në atë pllak. Quhet Lauhi Mahfudh, pllak e ruajtme. E ruhet për me laç. S'ka send që ka më ndodh që nuk e ka ditë Allah e paraprakisht se që kjo ka më ndodh. Edhe prania jonë sot këtë xhami është e shkruar në Lauhi Mahfudh. Që ti sot ki mu gjinë në qëtë vend, dhe gjdo lafi yni që ka me dalë, ka në shkrume në Lauhi Mahfudh. Jo e ndikume për Allahot, po e shkrume me dije para prake, se e di kapacitetin, se sa e kemi dhe si e kemi. Njësi kur programerat, kur i programajnë programet, dhe e din, kur ta prek që tëne se qëta shfar virusi ka me ta mshu. Dhe e din, ku të shkua programi i këti. Çdo send, thot Allahu Teala, është shkruar para se të ndodh. Vërtet, kjo është e lehtë për Allahun që ju të mos pikëlloheni në çështjet për të cilat dështoni apo të mos gëzoheni për atë që ju është dhënë. Allahu nuk i don burravecat krenar. As mos u gëzo shumë, as mos u dëshpëro shumë. Të gjitha kanë pas me të godit. Njëri fiton parën, kom fitu me mund, i mençem jam kon, di çam ka punu muradak. Shumë i menç. Peshojmë në asat meqëm e me shqiptarët. Një njëri që e konsideron vetën i meqëm në një botë ku tjerët zbuloj sende, janë shkencëtar, dietar, e ky e konsideron vetën i meqëm, kjo budallakia më e madhe. Popull që kur farë zbulimin nuk bëjmë, se jam i të zëtë kur gjo me gjithë. Edhe non s'ta bankohemi, qerti kanë fajtë, valla na kanë marrë në qafë qertë. Osman Lija në ka marrë në qafë, Shkovi në ka marrë në qafë, neve non-stop qëtër kush në ka sundu. Asa është edhe kjo një isharet me të kalzu ty se diçka si jeta mëmë, pse ty gjatë tjertë me të sundu. Populli maj madh i Ballkanit nëse kanë qenë i liret, pse me na qitë prej Slovenisë, Kroacisë, Bosnës, Serbisë, bërë, veç të poshtë, edhe qëtë Kosovë, edhe qëto kanë me na marrë. Për shka lavdrosh, që i beqë, qëfar punë të meqme ke bo? Jemi bo argat që i fshim nevojtorët e perëndimit, bërlogon e tyne, punëtorë të thjesht, pjuna, e në shah kur lunë, s'ka kralic, s'ka mret e mretnesh, s'ka top, lënfer, kali, barem kali i shajt ishim konë. Pjun, me të lujt ty kur dikush përpara për mas. Për mas s'ki drejt, veç përpara, hec për jashtë. Të rri ti hec. E pasën e lavdrohesh, na jemi të menç. Po ashtu, ajo e cila duhet, edhe me këtë po du me e përfundu, e cila kishte me në dhonë moral dhe qëfar duhet me ba neve në sprova është, shkurtimisht, në një bën dua, që Allah me të largu të këqijat, sikur që thot Ibn Taymija, për arsye se dua e largon fatkeqësi. Dua. Gjatë lutë Allahin mos me të godit fatkeqësit. Gjatë lyp për Allahit të mira në dynja dhe në ahiret. Ai që fal namaz këtë bën, thot Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Zot më ruaj. Zot më jep në dynja të mira dhe më jep në ahiret të mira. Edhe në këtë botë dhe në botën tjetër më jep mirësi, më jep të mira. Ai që fal 5 kohë namazet, ai vazhdimisht është të bëj dua të lyp për Allahu Teala këtë çështje. Ai që s'fal, çkado që e godet, mos akuzoje askënd përveç vetes. Namazi, pejgamberi alayhis salam sa herë godiste ndoj fatkeqësi, Resulullah sallallahu alaihi wasallam shkonte dhe falte namaz.
Namazi është prej formave më të mira për me kërku për Allahut largimin e fatkeqësisë. Dhe kur ti je sejdë dhe shtoj dua te Allahu Teala me ta largu smunjen, me ta largu fukarallëkun, me ta largu sprovën që të ka godit ty për anës Allahut Teala. Dhe Muhamedi alayhis salam këtë praktikon të që më njëherë shkonte dhe falte namaz. Sadakaja, lëmosha, është prej formave më të mira për me ta largu Allahu Teala fatkeqësi. Ka thënë pejgamberi alayhis salam, shëroni të smundit e juaj me sadak. Shëroj të smundit me sadak. E ka një të smund në shpe, po qoftë edhe ma e thjeshta, flamë ose grip, që jepi dikuj sadaka. Që edhe ndihmo dikant i cili ka nevoj për ndihmën tënde. Dhe për sadakajat e ne shumicën e rasteve është se ndihuj, që tjetër kush du të me dhonë, ne as një euro mos me dhonë, as një buk mja ble një fukaras kur ta she, as një park puc mja ble një nëzansi që është me fëmin tëndë në shkollë, as mos me e pyte vladin e vlad, a ki dhe njën klas që s'ka këpuc për këtë kohë, a ki? Zvesim. Na veçan kohëmi. Nëse fëmin s'tem ja kom ble, nuk pys në klas ti, a ka dikush që s'ka, që t'ja ble edhe ati një jakne, ose një park puc, ose një parteshe. Ja neve, Rabbena hebbana, veç mu o Zot, për qertë, qka dush bën me ta, po mu mjep. Po ashtu, lezimi i Kur'anit është prej gjanave që i zbusin zemrat në fatkeqësi, se thot Allahu Teala dhe ne zbresim prej Kur'anit qka është shërim për besimtar. Qa është shërim edhe mshirë për besimtarët. Allahu Teala mos na sprovoft me sprova që s'mojmë me i bajt. Allahu Teala ko e ka sprovu, inshallah Allahu Teala e ka pastru, ja Rabbi. Për arsye se sprovat të ndërum vllazën musliman janë gjanat të cilat na afrojnë me Allahun Teala. Për besimtarin, sprova është afrim me Zotin e tij, për arsye se ka mundësi me ta kujtu Allah. Sot nëse të ka sprovu Zoti, ta din se ka mundësi me qenë rahmet për ty. Thotë Allahu Teala asal takrahu shay'an wa huwa khairun lakum, do të urreni një sa ajo ka hajër për ju. Sa njerëz janë godit prej sihrit e u mësuan me lexu Kur'an e me lexu dua, dhikrin e mëngjesit dhe të mbrëmjes, për mos më godit prej sihrit. Fillimin e ka ditë të ketë si sprovë, po pastaj e ka pa hajrin. Sa njerëzve i kanë godit fatkeqësitë e u bë sebeb që ai më u kthy Zotit të tij. Të tillë kuptoje çdo fatkeqësi. Që pra Allah të ka edhe si e til duhet edhe pranu. Po ashtu fatkeqësit t'i falin katët. Edhe një therë që të therën, thot Resulullah s.a.s. ja falm katët besimtarit. Edhe temperaturat që të godet në smuje, ka thënë Muhamedi s.a.s. i djek mkatët e juja si kur zjarri që i djek drunt. Çdo gjë që të godet është falje e mkateve tua. Po ashtu është mundësi e pamjes së lëshimeve tona. Çka kemi lëshu? Nëse të godet një fatkeqësi, nalu edhe kujto, pse merrt mu që kjo fatkeqësi? Çfarë lëshimi kom bë? Edhe në familje, edhe në shoqëri, duhet më unar dhe më analizu, prandaj edhe kjo është dobi tjetër e sprovës që me analizu pse neve po na vin këto sende. Po ashtu është mundësi e mirë për me të hap dyert e tobës, e pendimit, dhe mos e lësho këtë mundësi. Nëse të ka godit një fatkeqësi të din dhe ke pështu me qekaq, ka mund me të godit edhe mazi, sigur që i ka godit të tjerët. Atëherë falendero Allahun, pendohu për të kalumën tënde, për mëkatet në lëshimet e tua dhe lidhu fort me Allahun Teala. Allah mos na lejoft me na shkput për rahmetit vet, ya Rabbi. Allahu Teala na i fal mëkatet tonë. Allah mos na dënon për gjunahet tona apo gjunahet e mendjeletëve në shoqërinë tonë. Allahu Teala të gjithë atyre të cilët kanë vdekur në fatkeqësinë e resterisës, Allah i pranon si shahid pranë vetes, ya Rabbi. Të gjithë vllazërit tonë në Siri, në Irak, në Palestinë, dhe kudo qofshin muslimanë tonë që janë të vujt për zullumçarëve, Allah i shkatroft zullumçarët dhe i ndihmoft ata, ya Rabbi. Allah i pranoft inshallah të vdekurit e tyre, ya Rabbi, dhe i mëshiroft. Allahu Teala i largoft sa më shpejt zullumin që është duke ju bë popullit tonë dhe vëllezërve tonë në Palestinë, në Siri, në Irak dhe në vende të tjera të muslimanëve. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.